Në kuadër të operacionit policor të koduar Neon, një 31 vjeçar është arrestuar në fshatin Barbullush në Vaun e Dejës pas një kontrolli të detajuar. Operacioni ka çuar gjithashtu në ndalimin e 3 punonjësve të OSHE-s, të cilët akuzohen për shpërdorim detyrës në bashkëpunim me individ të tjerë të përfshirë në aktivitete kriminale. Gjatë hetimeve të kryera, policia ka zbuluar 2 banesa të pajisura me kushte të përshtatshme për kultivimin dhe tharjen e kanabisit, të cilat ishin të fshehura në zonat periferike të fshatit Barbullush. Autoritetet kanë gjetur dhe sekuestruar gjithsej 583 bimë të shuara narkotike kanabis, 7 kg dhe 490 gram kanabis të tharë, si dhe 307 pajisje elektrike të specializuara, të cilat përdoren për të mbështetur kultivimin dhe ruajtjen e bimëve narkotike. Gjithashtu, gjatë kontrolleve janë sekuestruar edhe 3 celular, të cilët janë duke u analizuar nga ekspertët për të zbuluar lidhje të mundshme me personat e tjerë të përfshirë në këtë rrjet kriminal. Punonjësit e OSHE-s akuzohen se kanë shpërdoruar detyrën për të mundësuar funksionimin e këtyre serave të kultivimit të kanabisit, duke ofruar ndihmë në lidhje me furnizimin me energji elektrike dhe infrastrukturën e nevojshme. Hetuesit dyshojnë se këta punonjës kanë patur dijeni për aktivitetin e paligjshëm dhe kanë kontribuar në zhvillimin e tij, duke përdorur pozitat e tyre për të favorizuar individët e përfshirë.